Jo, shpirt, më vjen keq, dua të njëjtën shumë për të cilën kam punuar. Dua të drejtën time, Bora. Nuk mund të pranoj. Mishgan, të lutem, nuk ka nevojë për këto. Ti e durove Meltemin dhe motrën e saj të llasuar. E ta lëm me një anë çështjen e parave. Gjëra të tilla nuk ekzistojnë mes nesh. Merci. Bora, pra nuk të dua unë kot. Je burri ideal për dhëndër. Do të doja, por ja. Mund të jesh. Mos u dorëzo ka shpejt, mos u dëshpëro. Sigurisht që mundesh të jesh. E po, shiko. Nëse ti e thua këtë, duhet të dish diçka. Thash se do të takoja Gynylin kur të vija, por ku është ajo? Ajo shkoi deri te pak aty jashtë. Jam shumë i dashuruar me ty. Shiko, kanë kaluar vite. Ne kemi kaluar fëmirin tonë së bashku. Por kur ti prej këto faqe, duart e mia sërish më dridhen. Kështu zemra ime ndihet sikur do të dal nga vendi. Po, unë ende ngatrohem kur të shoh ty, nuk e di se çfarë të bëj. E sidomos kur më përqafon kështu, është sikur jam diku tjetër dhe jo në këtë botë. Qaj erdhi tani, kuzhina është këto, kam disa punë për të bërë jashton. Dyqanin e keni amanet. Faleminderit shumë. Urdhroni tani, kur të kthehem unë do të bisedojmë. Në rregull, që është në rregull. Ai bëri të njëjtën gjë përsëri. Na lë vetëm çdo vit me të njëjtin justifikim. Mezi doja shlyejm borxhin gjyshit Hikmet, por pes nuk di se si t'ja bëj ndryshe. Nuk e besoj, bra. Ai përsëri i ka vënë gështenja para se të vinim. Ai, sa herë të mirë që kanë. E dashur, prit. Prit se e bëj unë. Të dhem shumë apo jo? Më dhemb? Por kaloj kur mi mbajtet i duart kështu. Jo, dua të them si e bën, nuk e kuptoj. Për të më bërë të dashurohem me ty kështu. Si e bën, hë? Në fakt ti më jep mua përgjigje. Pse unë nuk mund të kaloj as edhe një çast të menduar ty? Çfarë bëre që unë të dashurohesha në këtë mënyrë? Zemra ime? Unë sapo do të telefonoj aty. E mora vajzën tonë dhe po shkojmë në shtëpi. Pse bëre diçka të tillë? A duhet arsye i dashur? Në fund të fundit të gjithëve na mungon të Leila, apo jo? Në rregull, mirë bëre. Por a nuk është gjithçka në rregull? Në rregull është në rregull. Po shkojmë tani në shtëpi si në nebi. Hajde miropafshim. Mos vazhdo të më therrasësh bi. Çfarë po bën ti? Mos je çmendur ti. Mos guxo të ma ndalësh fjalën, Leila. As mua nuk më intereson të luaj rolin e nënës me ty, por unë e bëj për lumturinë e babait tënd. Shiko, po fillon të shkosh shumë larg ti. Ti erdhe në jetën tonë papritur. Shiko, po përpiqem t'ju përqafoj me mirëkuptim. Por përbes po na bën të mjerë me tekat e tua të pakuptimta, Leila. Ja, nuk i dua. Nuk dua vëmendjen tënde apo asgjë tjetër. Duhet ta dëshirosh. Nëse mendon për lumturinë e babait tënd, do të sillesh me pjekuri, Leila. Nuk mund të jesh ellastuar dhe të kesh një jetë, as nuk mund të ndrojnë. Tani hesht dhe ulu. Mos guxo më kur të më trajtosh mua kështu. Asnjëherë. Kjo grua është me të vërtet një gjarpër. Sjellja e saj, qëndrimi, buzëqeshja betohen. Më dha shumë të dridhura mua.
Sa keq më vjen për vajzën. Të jetosh në të njëjtën shtëpi me atë grua, do doja të mos e kishe dërguar vajzën. Si mund të mos e dërgoj Majsel? Në fund të fundit është shtëpia e babait të saj. Pastaj babai i saj duhet të vita marr. Në fakt, ajo gjarpri kishte ardhur posaçarisht pasi kish mashtruar të ati. Dhe disi kishte gjetur një rrugdalje këtu. Aysel, a mund ta mbyllim këtë temë? Dua ta mbillun tani, por nuk mundem, dhe erdhi dhe të tha diçka. Përse nuk e thua atë që mendon ti? Përse nuk e thua? Nuk e kuptoj, nuk e kam të qartë. Çfarë do të ndodh nëse flas Aysel? Dua të them, Meltemi nuk është dikush që mund të reformohet me fjalë. Çfarë do që të bësh, ajo do mundohet me ndyrë sytë e saj. Dhe ekziston mundësia që ajo të zemrohet me mua dhe të trajtojë keq Leilën. Ke të drejtë. Por nuk mund ta imagjinoj këtë. Si mund të ishe martuar babai i Leilës me atë grua? Nuk e di. Mendoj se i pëlqeu. Hajde Firuze. Edhe nëse dy botë do të bashkoheshin, askush nuk do të mund të më bënte të besoj se ai burrë do atë grua. Mos shiko kështu, nëse ai është një burrë siç e përshkrove ti, nuk mund ta ketë dashur atë. Edhe ti e di shumë mirë këtë. Ka edhe diçka tjetër të përfshirë në këtë. Unë të bëj një kafe ty. Heja, Mishgan, prit një minut. Unë nuk dua as pak kafe. Ku është Gynili? Përbes nuk e di. Ajo nuk ka qenë këtu për orë të tëra. Ajo shkoj te Jusufi apo jo? U takua me të? Bora, unë të them se nuk e di. Në gjithashtu harroje, le të bëjnë çfarë të dojnë. Pastaj shiko, çfarë do të them? Ne kemi një kartë të fortë në duart tona. Kartë. Çfarë karte? Ullu tani dhe më lërë të shpjegoj. Tani në shtëpinë e Jusufit qëndron një mysafire, pra një vajzë, vetëm ta shohësh. Diçka sa mosha e Jusufit, dhe është shumë e bukur me flokë të bukura. O zot, o zot. Kush është kjo vajzë? Kështu pra të them, ato thanë se ishte mike e familjes, por kjo vajzë ka disa lojra që po bën. E di që këto punë mua nuk më ikin, apo jo? Çfarë na intereson neve Mishgan? Për hir të Zotit, çfarë lidhje kjo ka me ne? Tani po të tregoj ty, vetëm më dëgjo. Ajo erdhi këtu dhe ishte ditëlindja e Jusufit dhe erdhi këtu për të rregulluar. Në atë kohë u bëra që të flas. Kjo vajzë është fjalë për fjalë e dashuruar pa mas me Jusufin. Këtë e them me shumë bindje i dashur Bora. Shikoj e ti. Po, gjithashtu ajo nuk është neve sa Gynili jo. Një njeri kaq i zgjuar dhe dinak mund ta josh Jusufin. O zot, o zot. Po, Mishgan. E kupton për çfarë lloj mundësie po flet? A e din? sigurisht që jam në dijeni të kësaj, këtë po e them. Me qëra fjala, Gynili nuk duket se po e tregon vetëm, por duhet ta shohësh sa xheloze është bërë tashmë për vajzën. Mishgan, ta dish ti se je njëshi. Njëshi je. O zot. Oh. Dëgjo, tani jam në humor të mirë. Hajde të pim kafe bashk, hajde. Hajde atëherë të pim një herë. Mirë, bukur. Diku thellë brenda me e dija që do të kalonim këtë. E besoja këtë. Faleminderit Zotit që u ribashkuam. Shiko, jemi përsëri vetëm ne. Gjyshi Hikmet kujdeset përsëri për ne. Na merr nën kujdesin e tij. Le të jetë gjithmonë. Por e ndjej dashuria ime. Të betohem se e ndjej. Do të bashkohemi shumë shpejt. Do të mbështesim kokat së bashku mbi të njëjtin jashtëk. E di që do të fle me aromën tënde të bukur. Dhe do të zgjohem me fytyrën tënde të bukur. E di. Shpresoj kështu i dashur. Le të na rri e keqja larg nesh tani më. Unë nuk duroj dot të rri larg teje. Nuk mundem. As unë nuk doroj dot e dashura ime. Por shiko, a e she? Dashuria jon, pasioni, është aq i fortë sa pavarësisht se çfarë bëjnë. Nuk mund të na mbajnë larg. Ne jemi për njëri tjetrin. Sepse ne jemi të lidhur ngushtë me njëri tjetrin.
sepse edhe fati jonë është vullosur të jemi së bashku.